Ky është një tjetër mësim, shumë i shtrenjtë, i bulevardit Flamingove. Dhe nga këto mësime, lindi edhe ky dokumenti i parë që kam sot. E kam titulluar me një emër shumë të vjetër dhe shumë të madh. Besa. E di që ky emër do hap debat, por e zgjodha edhe sepse ha debat. Asnjë fjalë tjetër të gjuhës tonë nuk gjeta që ta thotë më qartë çfarë kthese i duhet mandatit të katërt. Që njerëzit e këtij vendi të mos i përjetojnë më vendimet tona si prerje në besë. Të mos ndihen më të padëgjuar, të painformuar dhe përveç se të padëgjuar, të painformuar, të papërfillur. Po, nuk do shtjelloj këtu dokumentin larg qoftë, se është më shumë faqe se sa fjalimi, që siç e shihni, është karakteristikisht jo i shkurtër. Do ta merrni të gjithë me vete për ta shkoqitur qetësisht gjatë pushimeve, sepse është i hapur për, siç thash, kontribute. Megjithëse e di që përpara se të filloni ta lexoni, do jetë hedhur nëpër kanalet sociale, i mbuluar me pupla sorrash. C'est la vie. Bashkë me dokumentin strategjik, besën, kam shkruar edhe një aneks për mënyrën se si Partia Socialiste duhet ta mbështesë kthesën e domosdoshme. Ato nuk do ta merrni, sepse më parë duhet ta diskutoj në një takim më të ngushtë me drejtuesit politik dhe disa nga drejtuesit e komisioneve. Më pas do ta keni të gjithë në dispozicion dhe ato. Ne nuk kemi, miqtë e mi, asnjë luftë për të bërë me flamingot, po kemi vetëm një aleancë për të ndërtuar me shumë durim me ta. Betejë sot nuk është mes qeverisë dhe qytetarit që kërkon më shumë. Është mes atyre që duan një Shqipëri më të drejtë, më të besueshme, më europiane, në përvojën, në përjetimin, në eksperiencën e individit zakonshëm në raport me shtetin, dhe atyre që e kanë të domosdoshme një Shqipëri të zëmëruar, të përçarë dhe pa besim të shtetit, të institucionet, të rregullat e bashkëjetesës demokratike. Atyre që i patë edhe dje të grumbulluar si një grup i vogël sorrash tek foltorja e parlamentit. Edhe pse tani bulevardi i Flamingove po dhe i sorrave bashkë i ka lënë si zogj korbit kategorisë 2.